Shërbis Prizmës, rruga fantastike nga Shëngjini në Velipoj, ose edhe nga Velipoj në Shëngjin, është në 90% punimeve të saj dhe shumë shpejt edhe do të inaugurohet. Është një nga ato rrugët panoramike e cila bën të mundur lidhjen e dy plazheve të mëdhej, të cilët në pikun e tyre mund të kenë 300.000 pushues, të cilët sigurisht do të qarkullojnë tash midis njëri tjetrit duke krijuar një ansambël të shkëlqyer turistik, jo vetëm me ndërtimet, të cilat i pash edhe rrugës ishin duke u përgatitur disa treja, por duke bërë edhe në një farë mënyre një lidhje organike e cila shetit të gjithë bregun rënor midis Shëngjinit, Velipojës, dhe po të kemi parasysh pastaj edhe krijimin e mundësive me urën e re mbi Bunë, me malin e zi, gjë që sigurisht nuk varet vetëm për nesh, po edhe për shtetit tjetër, fqinj, lidh edhe bregun rënor të Ulqinit, të vetmit breg rënor që ka gjithë mali i zi. Pra kemi të bëjmë me 12 km e malit zi, 15 km e Velipojës nga derdhja e Bunës edhe deri te Rana Hedhur në Shëngjin, edhe pastaj të gjithë kilometrat që shkojnë deri në Tale. Është një ansambël fantastik i jashtëzakonshëm, i cili konsideron ato plazhe masive që janë, dhe në të gjithë këtë ansambël të shfrytzuar janë Velipoj vetëm 3 km gjys, 4 km, pra kemi të bëjmë vetëm me Velipojën dhe 2 km në rjoll, që sigurisht do të marrë një vlerë tjetër të jashtëzakonshme, dhe ajo rrugë panoramike që bëhet, edhe me ato daljet dhe vend pushimet, do të javi sigurisht një vlerë të shtruar, si pronës, ashtu edhe gjendjes turistike të një zone e cila përmbledh rreth 35-40 km fantastike. Do të shikoni tash atë që regjistrova, rrugën, nuk ishte një ditë e bukur, ishte ditë e zymt, ndonjëherë edhe ditë e dielli, ndonjëherë pikon të shi, por çënësi ka kjo. Ajo është rrugë e bukur si me ditë që ka diell, si në ditë që nuk ka diell, sepse sigurisht në 100 metra distancë duhen dy plazhet e mëdhej, ai i Shënjinit edhe i Velipojës, dhe po ta hedhësh shikimin akoma më tepër është derdhja e Bunës, për të vazhduar pastaj ke plazhet shqiptare të Ulqinit. Ndiqeni klipin tim, një pjesë e tij ka disa dalje të mia për ta prezantuar, tjetër do të jenë pamjet e rrugës në ndërtim, punën që po bëhet, punëtorët që punonin dhe suportonin, duronin dhe ne që vinim atje për të bërë fotografi, shkretët punonin vazhdimisht pa bërë, po njëkohësisht tregohet edhe mirë se si po punohet, pjesët e gurta, pjesët e betonit që vendosen për ta mbrojtur mënyrën e mirë që po sipas meje po punohet në këtë segment rrugor panoramik fantastik që do të ketë zona jon, zona Shkodrës, zona e Lezës, edhe gjithë Shqipëria. Dakor, ndiqeni.
shikoni rrugën e bukur e re që del nga Shëngjini dhe shkon drejt Rriollit. Po ndëgjoni edhe zhurmat e makinave, transportit, cilit nuk na lojnë së punuari. Është një rrugë është një rrugë panoramike fantastike, e cila vetëm po ta provosh e kupton se çfarë mrekullie është. Janë qarë këto malet edhe kodrat, punohet për ditë dhe njëkohësisht shkon deri në distancën duke filluar nga bregu, domethënë edhe nga, po themi 2 metra, 3 metra me nivelin e detit deri në 100 metra. Është një panoramë fantastike e kësaj rruge e cila patjetër ka kërkuar mund, sepse gjithkund ajo kalon në mal, gjithkund duhet gërmohet, por ama bën një lidhje fantastike midis Shëngjinit edhe pak do shkoj mbi ranën e Hedhun. Dhe këtu në distancë shikohet Velipoja, shikohet Rriolli. Sigurisht që do të kemi edhe pamje tjera, dhe unë do t'ju lej që të shikoni të gjitha pamjet e rrugës, duke e shoqëruar një farë mënyre, jo me bisedën time, po me një lloj muzike, për mos të prishur edhe kënaqësinë e rrugës. Nuk ishte ditë e bukur, dielli hyn, shkon, bie shi, por panorama është e jashtëzakonshme. Sipër këtu, ja po ndihmon tash edhe pamja, sipër kemi ato male që ju i dalloni nga Velipoja, edhe që sigurisht pastaj të lidhin edhe me Shëngjinin. Një farë mënyre, në horizont duket, jo vetëm delta e Bunës, rrjedhja e saj, po pastaj po të vazhdojmë akoma më tepër, edhe Ulqini ose rana e tyre. Janë rreth 15 kilometra që fillojnë nga delta e Bunës dhe që vazhdojnë, nëse ndihmon edhe kamera, vazhdojnë deri sa dalin pastaj nëpër luginat e Patokut, gjithë bregun e Shëngjinit, me një pamje fantastike të një deti sot të qetë. Më vjen keq që nuk ka diell, por megjithatë pamja sërish është e bukur. Është një punë fantastike e një rrugë fantastike e cila në maj, ma merr mendje, do të jetë gati dhe do inaugurohet. Dakor, miq Prizmës, shijojeni. pikat më të larta të rrugës. Dhe sigurisht shikohet normalisht që është një rrugë panoramike e cila nga fillimi deri në fund është e bukur. Kur drejtohesh Shëngjinit, janë shtuar ndërtimet, janë bërë gati
përgjithësi, por mendoj që edhe këtu s'ka për të mbetur mrapa puna. Dakord, miq Prizus?